Ngjyrat e ndezura në ëmbëlsira, pije apo ushqime të përpunuara shpesh i bëjnë ato më tërheqëse për fëmijët, por pas pamjes fshihet një rrezik i mundshëm për shëndetin. Ilir Havolli, psikolog klinik, thotë se përdorimi i produkteve me ngjyrues është shumë i përhapur tek fëmijët dhe mund të ndikojë negativisht në disa aspekte mendore. Përdorimi i ngjyruesve në ushqime është bërë një fenomen apo një çështje për diskutim në aspektin e sjelljes, nga që është identifikuar ndikimi i tij në lëvizshmërinë e fëmijëve përkatësisht në ADHD, pastaj ndikimi i tij në ndryshimin në humor, në sjellje, pastaj ndikimi i tij në aspektet kognitive dhe sidomos në intolerancën ushqimore. Sipas tij, më të rrezikuar janë fëmijët e moshave të hershme. Më të rrezikuar janë grup moshat 2 deri 7 vjeç, po ashtu më të rrezikuar janë individet që kanë ndjeshmëri ushqimore dhe intolerancë ushqimore, pastaj personat që kanë predispozita gjenetike për shërbullime mendore e tjera. Në Kosovë, përdorimi i aditiveve në ushqim rregullohet nga rregulloria për aditivet ushqimor, në fuqi që nga viti 2013. Sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, ngjyruesit e lejuar janë të bazuar në vlerësimet e Autoritetit Evropian për sigurinë ushqimore. Sipas tyre, shtimi i ngjyrës në ushqim lejohet vetëm kur i shërben rikthimit të pamjes natyrale apo për të rritur joshjen vizuale. AUV thekson se bazuar në kontrollet zyrtare, nuk janë gjetur produkte që tejkalojnë kufijtë e lejuar të aditiveve. Sipas nenit 15 të rregullores së lartcekur, përdorimi i aditiveve në ushqim për foshnjat dhe fëmijët e vegjël është i ndaluar përveç rasteve kur është specifikisht i lejuar, sipas shtojcës D. Në kontrollet sipas Planit Nacional të Kontrolleve Zyrtare dhe Mostrimit, deri më tani nuk janë hasur produkte të cilat kanë tejkaluar nivelet e lejuara të këtyre substancave. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se kontrolli i aditiveve është përgjegjësia e AUV-it, por theksojnë se disa ngjyrues janë të lidhur me hiperaktivitet dhe reaksione alergjike. Produktet më të pasura me ngjyrues janë ato të destinuara për fëmijë, ëmbëlsirat, pijet e gazuara, akullorët dhe drithrat me ngjyra të forta. Tartazin, Sunset Yellow dhe Allura Red janë ndër ngjyrat më të zakonshme dhe gjithashtu më të diskutuarat për ndikimet e mundshme në shëndet. Këta ngjyrues lejohen për përdorim në produkte të caktuara, si pije të aromatizuara, dezert të ngrirë apo ëmbëlsira, brenda sasive të caktuara. Por janë të ndaluar në ushqime si qumshti i pa aromatizuar, çaji, kafeja apo uji i paketuar. Edhe pse të lejuar me kufizime, profesionistët e shëndetit publik dhe psikologët bëjnë thirrje për kujdes të shtuar, sidomos në rastet kur bëhet fjalë për konsum të rregullt nga fëmijët.